Mirë se erdhe e dashur apo i dashur peshorë në Letra të Rrefej. Letra do i lexoj unë Diana dhe pyetja ime ishte për të ardhmen, absolutisht për të ardhmen dhe si ecin apo si do ecin gjërat përpara. Duke marrë këtu këshilla që të mund të arrim aty ku duam sa më të rrjedhshëm që mund të arrim. E ardhmja e peshorës nis me 9 të gjetheve. Kjo letër tregon shumë mendime, dilema dhe lodhje mendore. Peshori duke menduar shumë, po analizon çdo hap dhe kjo e mban pezull apo të mban pezull. Çdo gjë. E ardhmja të thotë, apo kjo letër nuk ka nevojë për më shumë mendime, por për vendim. Menjëherë pas kësaj vjen kalorë si këmbanave të dashur peshor. Kjo sjell lëvizje të shpejtë, lajme, takime ose veprim i papritur. Diçka të shtyn, do të shtyj të reagosh dhe bën mirë nga që ke ngecur këtu në këto mendime dhe apo çfarëdo që të jenë. Kjo letër thotë se stagnimi mbaron, por duhet të mos veprosh vetëm nga emocioni i momentit. Do të pak më shtruar të dashur peshor. Pastaj kemi shfaqet hëna, ku sjell pasiguri, frikë dhe konfuzion. Jo gjithçka është ashtu si duket të dashur peshor. Dhe kjo letër të paralajmëron, mos merr vendime të rëndësishme kur ndihesh e pasigurt, e hutuar, e mërzitur apo emocionalisht jo stabile. Dhe nga kjo mjergull është krye peshkopi, kjo letër sjell stabilitet, udhëzim, mund të jetë këshill nga dikush, ndoshta po meni këto këshillat në këtë lexim të dashur, nga dikush me përvojë ose rikthim tek vlerat e tua. Kjo letër të thotë, mbështetu tek ajo që është e provuar, që e di sigurt, jo te ajo që është e paqartë. Nga që këtu, nga ky hezitim, nga gjërat e paqarta dhe mund të gaboni. Rruga vazhdon me 8 të lejthive, më falni. Kjo tregon punë të vazhdueshme dhe përpjekje. Gjërat rregullohen, gjërat nuk rregullohen me njëherë. Por çdo hap i vogël do të çojë përpara të dashur peshor. E ardhmja e peshorës kërkon durim dhe këmbgulje për çfarëdo që po flasim. Jemi duke folur për një gjë konkrete, këtu jam shumë e sigurt, të dashur peshor, për çfarëdo që të jetë kërkon durim dhe këmbgulje. Leximi mbylli me 10 të lajthive, kjo letër tregon lodhje, por edhe përfundim. Një cikël po mbyllet. Ju do arrini të dashur peshor në një pikë ku do ta kuptoni se nuk mund të mbani gjithçka mbi shpinë apo në mënyrën se si jeni duke bërë. Diçka duhet lënë pas për të vazhduar më lehtë, me pak barr. Si për shembull, e ardhmja juaj që ecë me mendime, që të thotë më lehtë, të lehtësoni nga këto mendimet. Lëvizje, pasiguri, udhëzim, punë dhe mbyllje cikli. Në fakt është lexim i bukur, por pasqyrimet e letrave tregojnë hapat që duhet ndërmerrni. Këshilla që mund t'ju jap të dashur, mos e të zgjat një vendim. Peshore, mos e bëj gjatë. Mos vepro pra kur je hutuar, i mërzitur, heziton apo nuk e ke të qartë. Dëgjoj dhe merr këshilla të mençura. Nuk do të thotë nga njerëz të mençur, nga njerëz që kanë provuar dhe kanë kapërcyer këtë çfarë po kalon ti. Puno me durim dhe lëre pas çfarëdo që të jetë që të lodhë dhe nuk të lë të ecësh përpara. Pra, qartësia të dashur peshor vjen kur guxon të zgjedhësh, kur guxon të vendosësh, dhe jo të jesh mua ashtu siç je. Dhe andej dhe këtej të dashur peshor.